Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Shigjetarit. Të bëjmë jo një mesazh për dy, nga që nuk arrita sot, i lidha me leximet javore, dhe do i bëjmë dy për sot dhe për nesër, një me Oracle edhe një me letra Tarot. Të dashur Shigjetar. Të filloj njërë çfarë pasqyron kjo letër, çfarë kjo tjetra dhe çfarë pasqyrojnë që të dyja si një mesazh të vetëm. Të dashur, kjo letër të kthen drejt vetes. Të kërkon të mbyllësh sytë dhe të shikosh çfarë po ndjen. Çfarë mësimi të sjell. Kjo është një udhëzues shpirtëror që vjen nga thellësia jote, jo nga një libër apo dikush tjetër, të dashur Shigjetar. Është energjia që je ftuar të mishërosh tani. Disa letra e dytë është 6 të shkopive që thot flet për suksesin që është fituar me përpjekje dhe mund të madh. Ajo çfarë po vjen. Flet për njohjen që vjen pas sfidave, për momentin kur njerëzit të shikojnë dhe të duartrokasin. Por më shumë se kaq, kur ti je veten dhe je krenar për atë që ke kaluar. Të dashur, mesazhi i përbashkët është koha juaj për të zgjedhur se kush dëshiron të jeni në këtë fazë të jetës suaj. Jo si dikush që kopjon ose ndjek, por si një lider i heshtur që merr vendime nga qartësia e brendshme, të dashur Shigjetar. Fitoret që po vinë janë të tua, por mos haro, ti ke të drejtën të zgjedhësh si fiton dhe çfarë do të thotë suksesi për ju. Fjalët apo reflektimin që duhet të zgjedhja është personale, mos e harroni, të dashur Shigjetar. Suksesi është i mbrëmshëm. Mos kërko të jesh ai apo ajo që të duan të tjerët, zgjidh të jesh ai apo ajo që të mbush ty, që të plotson ty. Çdo fitore qëndron në mënyrën si e nderon veten gjatë rrugës. Fytyra jote ka kaluar dritë dhe hije dhe tani është gati të shkëlqejë. Zgjedhni veten e juaj, të dashur Shigjetar.